Po nëse adhuron një Zot, edhe luteni një Zot, pse shkoni thot në Mekë edhe faleni thot te një gur? Ne adhurojmë një Zot, i lutemi vetëm Allahut lartësuar. Dhe kur shkojmë në Mekë, nuk shkojmë t'i falemi gurit, t'i falemi Qabes, por i falemi Allahut lartësuar, falemi për të madhin Zot. Allahu lartësuar thot në Kur'an: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaja wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave. Kur vim xhami, ne nuk i falemi mureve të xhamis, nuk i lutemi hoxhës, as minares xhamis, por i lutemi Allahut të lartësuar, krijuesit të gjithësisë. Shabja për ne është pik orientimi, drejtohemi kible, por nuk i lutemi Qabes, i lutemi Allahut të lartësuar. Dhe Shabja, xhamia e Profetit a.s., xhamia Aksa, që është Palestinë, janë 3 vende të shenjta për ne si musliman, të cilat i ka caktuar Allahu i lartësuar. Ku në to ne adhurojmë Zotin e gjithësisë, por muslimani pra lutet kudo që është, i lutet vetëm Allahut të lartësuar. Imagjinoje ti, baza e fesë, fjala e parë që një njeri duhet të thotë kur bëhet musliman, çfarë është? Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pjesa e parë, dëshmoj se s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pra dëshmia, gjoja e parë, ne nuk adhurojmë askënd përveç të madhit Zot. Nuk i lutemi askujt përveç Allahut të lartësuar. Kështu që kur shkojmë në Mekë dhe kudo që jemi, ne i lutemi vetëm Allahut të lartësuar, Zotit të botrave.